Deputetja e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Zamira Sinaj, komentoi nga foltorja e kuvendit akti normativ për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin për buxhetin e vitit 2025. Sinaj thot se rishikimi teknik është mbështetur në një analizë të detajuar dhe qëllimi është konsolidimi fiskal, rritja e eficiencës së shpenzimeve publike dhe mbështetja për njerëzit në nevojë. Sipas deputetes së Vlorës, ky akt normativ është një mesazh i qartë që tërheq investitorët vendas dhe të huaj dhe dëshmon qëndrimin e qeverisë në këtë drejtim. Ky akt normativ nuk ndryshon nivelin e të ardhurave buxhetore dhe nuk rrit deficitin, i cili mbetet në nivelin 61.64 miliard lekë për vitin 2025. Po ashtu ruhet trajektoria rëndëse e borxhit publik në raport me prodhimin e brendshëm bruto, duke garantuar një stabilitet makroekonomik dhe besueshmëri financiare. Ky është një mesazh tërheqës për besimin e investitorëve vendas dhe të huaj, për qytetarët dhe për gjithë aktorët që marrin pjesë në shoqërinë tonë. Buxheti i vitit 2025 dëshmon angazhimin tonë ndaj një drejtimi të qëndrueshëm dhe të përgjegjshëm. Rreth 30 miliard lekë kursime rishpërndahen në mënyrë të targetuar me efekt neutral në deficit për të përmirësuar realizimin e shpenzimeve publike dhe për të orientuar fondet aty ku ndikimi social dhe ekonomia është më i lartë. Kjo përfshin një auditim të kujdesshëm të programeve dhe projekteve ekzistuese, me qëllim të shmangjes së pashfrytzuar të kapaciteteve dhe të maksimizimit të impaktit në shërbimet që i shërbejnë të gjithave familjeve dhe bizneseve. Deputetja e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Zamira Sinaj, ndalet edhe tek mbështetja e familjeve në nevojë nga paketa sociale, ku një numër i konsiderueshëm i përfituesve është në qarkun e Vlorës. Sipas deputetes Sinaj, forcimi i skemës së pensioneve është një tjetër masë që garanton mbështetje reale për moshën e tretë. Në shpenzimet korrente parashikohet një rritje prej 6.9 miliard lekë e orientuar kryesisht drejt mbështetje sociale, shëndetësisë, bujqësisë, sigurisë dhe funksioneve kyçe të shtetit. Konkretisht 2.23 miliard lekë alokohen për paketën sociale të fundvitit, e cila garanton përfitim prej 15.000 lekësh për rreth 148.500 qytetarë, përfitues nga skema ndihmëse ekonomike dhe ata qytetarë që kanë probleme dhe aftësitë kufizuar. Kjo mbështetje ka një efekt të drejtë për drejtë në ndihmën e familjeve me nevoja të menjëhershme dhe në reduktimin e ngarkesave të shpenzimeve bazë gjatë periudhave të vështira ekonomike, duke krijuar një mburojtje të qëndrueshëm sociale. Kjo mbështetje prek drejt për drejt edhe familjet në qarkun e Vlorës, si në zonat rurale ashtu dhe në ato urbane, duke ndihmuar në përballimin e shpenzimeve bazë dhe duke garantuar një minimum sigurie sociale që është thelbësore për një komunitet turistik dhe bujqësor. Nëse lejojmë të theksojmë këtë efekt institucional, kuptojmë se mbështetja sociale është një investim në shëndetin dhe forcën e tregut të punës, duke lehtësuar qarkullimin ekonomik dhe duke ruajtur kohezionin shoqëror në një periudhë të vështirë ekonomike globale. Një tjetër masë me rëndësi është forcimi i skemës së pensioneve përmes transferimit të gjitha fondeve të papërdorura në mbyllje të vitit 2025 në një llogari të posaçme për pensionistët. Kjo masë garanton që çdo kursim buxhetor të kthehet në mbështetje reale për moshën e tretë, duke dhënë besim dhe siguri që kujdesin për brezat e moshuar është një angazhim i paçmueshëm nga ana e kësaj maxorance.